Tani do të mësojmë edhe një detaj tjetër interesant, i cili ka të bëjë me mask. Për shembull, shikoni kjo që kena kriju është me llajer mas nalte. Nëse vendosmi mbi këtë, shikoni, mbi këtë tekst për shembull bota dizajnet, edhe këtë e vendosi drag and drop një llajer më lart se bota dizajnet. Shikoni, ky teksti bota dizajnet, ndërsa ky është një llajer më lart ky katrori. Tash nëse selektoj këtë, edhe klikoj mask with shape, shikone, klikoj këtë, tash që këtë teksti që është një llajer më por se kë, futet mrena kësajna, shikone. Nëse ja heki këtë, shfaqet. Apo nëse bëj invert, shikone, nënën e kundërt e bën. Përvreni efektin, apo e heki këtë. Por, nëse këtë e vendosi mos larti. Tash është edhe mbi, më thonë, është mbi të dy tekstet. Nëse prap e klikoj, tash të dy tekstet i fut mrena kësajna. Nëse bëj këtë, kjo bëhet në kundërtën, më thonë, invert. Tash pja heki këtë, kjo ndodh edhe nëse krijomi edhe një rreth për shembull. Shkomi këtu new, e bëmi për shembull ellipse. Edhe tash pja ndërë ngjyrën, ellipsi o kriju këtu, pja ndërë ngjyrën për bëj zez, për me vrejtë vëdallime, shikone, për bëj kështu. Edhe tash, ellipse e kam kliku me këtë, edhe vetëm klikoj mask, shikoni, të gjitha këtu poshtë vendosëm mrena rrethit. Nëse vendosi këtë tekst katrorin, mas poshtë, edhe rrethin për shembull tjetër, një më lart se katrori. Edhe nëse bëj këtë, tani afektohen vetëm këto llajeret që janë nër këtë. Dhe shikoni që ndryshon simboli. Kjo ikona tash është tregon që është mask. Shikoni tash kthehet normal. Kur ta bëj këtë, shikoni. Prapë kjo vlen invert.